Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në një tjetër episod të emisionit Rinia ose njohur ndryshe si podcasti Rinia. Unë kam kënaqësi që këto studio të ndaj bashkë me kolegun tim, tashmë me mikun tim të kësaj studio, Endi Xërza, me të cilin kujdesemi që çdo të diel të sjellim mysafir të ndryshëm për të parë dhe shikuesit nga afër profile të ndryshme, persona të ndryshëm në vendin tonë, të cilët pos talentit të tyre janë edhe inspirim i vazhdueshëm. Ne tani unë do të bëj një bisedë të shkurtër me Endin për të prezantuar edhe mysafirin ton shumë special për sot. Përshëndetje Endi. Përshëndetje ty Arsa, përshëndetje edhe gjithë shikuesve të dashur tashmë të televizionit Syri Vizion, por edhe podcastit ton Rinia. Kënaqësi Arsa shumë që çdo të diele po sjellim fytyra të reja, po sjellim profesione të ndryshme. Është shumë kënaqësi sot që kemi një muzikant këtë herë, një djalë ambicioz në punën e tij, një djalë talent në punën e tij. E mbi gjitha kënaqësi shumë ta kemi Leon Canin. Leon, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për jush për ftesën. Unë erdha me gjithë qef, mi tregu të thatë shumë djalë ambicios. Unë mendoj që ambicia ma shumë të puna që me mujtë muzikën, profesionin që ka ma dashun, me mujtë mi zhvillu sa ma shumë. Faleminderit shumë që ki pranuar ftesën, me qenë pjesë e jona sot. Kënaqësia është e jona, si thashë Arsa. Atëherë pa humbur kohë, ne po ja nisim me intervistën le të themi. Leona, mundesh më na tregu si lindi pasioni yt për muzikën fillimisht? Puna muzikës nuk është shumë çudit tek unë. Unë vi prej një familjes që ka traditë muzikore, prej gjyshit tam, të aqët e mi, edhe unë e vazhdoj atë traditën familjare të muzika. Unë prej moshës 5 vjeçare jam i shkollun në shkollë muzikës, do më thonë për klasës parë e deri më sot, po unë bëja gita vite një 15-16 vjetë, kështu që nuk është çudi, hapat e gjyshit tam aqëve të me edhe unë e tash i njeki, edhe mundona që edhe gjenerata tjera, qështu si joni që shehum një si fmi, më filloj më konë si hobi, edhe pëse kona ajo që duna mi njek që ata, po fillimet ju në konë qashtot si hobi, po mas në u rikthym në profesion. Leon, nëse të kujtohen, cilat janë ato sfidat e para ndoshta që ke hasur gjatë mësimit të pianos në fillimet e tua? Nashta mosha shumë e re, 5 vjeç që është një fëmijë shumë i vogël, edhe nashta u konë që ajo fillimi që mua ambientu, mu konë me një mësus vetëm, se mësimet e pianos mua individualisht, një mësus edhe një nxënës, se ku e fëmi, mundohë ki qef me fëmi tjera, mu konë ja 30-40 veta aty, e në piano u konë aja disciplina që këtë kohën mu konë të studiu, edhe në munda me thonë në profesion që këtë kohën të është me studiu puna që gjatë kanë me dollë këngë të reja, gjatë ka me pas zhanre që tuën me hi, edhe për me doshtë me bo dishka. Du të mu konë shumë kreativ për me bo vështirësi tjetër, në ashtë ashka mu ka do kam i gjetë një profesor ose mentor që shkom qef, unë e përshtatëshëm, shkaku që ka shumë zhanre të muzikës edhe ti si fëmi nuk je shumë i vetëdijshëm çka do me vazhdu, a do më konë muzikant në zhanre popullore, a klasik, a kështu që fillimi u konë zërë, mi gjetë dikon ose më mujtë me gjetë ndim për dikuj që më përshtatët mu. Leon, ti deri në këtë moment e paka shumë me shprehve dhe pasionin që e ki për profesionin tënd. A mundesh me na tregu pak lidhjen me pianon? Me pianon, unë e kom një lidhje paka shumë se unë e kom si dhurat pianon. Unë si fëmi tash ku ka ndosh me magjistru në shkollë, tash si fëmi kur të sheh shumë instrumente, ki qef, edhe qëta për du, po mu ma shumë nana ma ka i apë si dhurat, u po një farsin t'i vogël, si krejt që e ka njësë në piano, një sin t'i vogël edhe ka thonë që kjo është e jotja. Tash si fëmi me pas diçka që është e jotja dhe kërkush nuk e prek, është shumë speciale, edhe me kohën tash unë ju mundu që mi po që ato pjesë temen, edhe për shembull, me hinë rrjetet sociale të mija këtë kohën piano, që unë e kumë bo edhe pjesë të identitetit tam, edhe mundona që gjithë fëmi, lidhja jeme me piano është që edhe në kohët më të vështira për shembull, unë ku mujtë mi gjetë një fara atije, ka bu mirë mundi emocionalisht, edhe ku vrejt edhe efektin të tjerë që ka bënë. Për shembull, darsmat që i kena në qef krejt, ajo hyrja, ajo pjesja ma speciale, ku të bodë për cjela me piano, në kumë pa dhe qifti njët shumë ma mirë.
Edhe më thonë darës me shifti, thotë, pjesa marrë ma shumë ti që i ka pëlqy, jo ajo me tupana, që kanë qef krejt që bëhet krejt darës, po që ajo hymja që ju një, do më thonë, qendrave mendjes edhe një muzikën së fund që i ka qita ata për para. Edhe është diçka ma veçantë me piano, se shumë rrallë bojnë me piano. Tash më duket që ka hi shumë a shumë në stil vitave të fundit, fix trend. Koktelat, koktel partit para se mjeni. Darës mas ne kur të fillan hyrja qiftit, masit të natën. Dhe i sot marrë ndarës më. Po, diçka shumë interesant me inkuadru, se jemi mësu që veç tradicionalisht me tupana dhe me atë muzikën shumë energjike, e tash vjen edhe një moment i qetësisë edhe është shumë mirë. Elon, unë ty dua të të pyes, ti tregove që pjesa më rëndësishme le themi e punës tënde është edhe puna me fëmijë. Po çfarë të ka frymëzuar ty që ti ke qenë pianist, për çfarë të ka frymëzuar që të vazhdosh edhe të bësh mësimdhënës edhe ta dashurosh edhe më shumë punën me fëmijë dhe të mësosh edhe atyre shumë më shumë atë pjesë që ti e ndjen shumë me zemër? Dëshira ma madhe se jo çdo muzikant mundet me qenë pedagog. Puna që shumica e muzikantëve që jena fokusohemi qysh më konë sa ma të mirë në instrument, po dëshira e më konë që është pak problem që shtash edhe ma herë ndër vështirësitë e para u konë mi gjetë një mentor të përshtatshëm, që unë si fëmijë me mujtë mi marrë mësimet e para, mi pas një bazë në muzikë, masi me mujtë unë me vazhdu edhe më konë muzikant vetë. Qëllimi jam për gjitha fëmijë është, mas pare është knatësia, mësë më konë si sistemi i kalun, që dush me mësu këtë kohën, dush me ushtru ka 10 orë në ditë, tash nuk është, që me thonë edhe shnetshme, ti me dhejtë para pianës dhe 12 orë, është një farë discipline, po më konë ma shumë e me regull, edhe mi pas një farë plani që shka i ka dojë me arrit. Me fëmijë, une për veti nuk u konë shumë knatësi me shku në shkollë, puna që ku ta kini mësimdhënës të gabun edhe mundët edhe me të qorientu gjatë rrugës tonë, kështu që une me kohën e kom vrejt që një fëmi nuk do më thonë që duhet këtë kohën me mësu, duhet më konë aspekti i humorit, duhet më konë zbavitja, edhe ndërkohë më konë edhe mësimi. Une kom edhe një TikTok, që këtë kohën bëj TikToka me fëmi, pëse së është atrakcion për ta, edhe që shemën e që tash para kamerës që më ka një farë ndjenje, edhe fëmi që i komën në shkollë, në një të njëti sanë që ku ta qes telefonin më nojnë që jenë para kamerave. E madje që bashkë po du me ndërlidh me këtë pjesë, dhe kur e patëm idenë që me të ftu ty në emision, une indi t'i thash që po une kam pa prej TikTokave të ndryshëm që i ka postu, edhe tash tu e ditë që bota digitale është duke u përparu shumë a shumë, edhe fëmijët ndjenë shumë a mirë ku porçojnë që puna e tyre, ai talentit që e kanë edhe ai entuziazmi për pianon po promovohet shumë më shumë, edhe është vlerësu unë personalisht e kum pasi diçka shumë të mirë dhe besoj që secili fëmijë që e shën veten, domethënë diku që po dalë dhe që po shohin të tjerët, ndjet shumë mirë dhe bën me shumë pasion edhe me shumë dëshirë pjesën e pianos. A mendon edhe ti ndër kështu? Shpërndarja në rrjetet sociale është një ide shumë e mirë, sidomos kur çepëtorët sa për fëmijët, kur shohin veten në profesionin e vet u marrë dhe tu shpërndar shumë rrjetet sociale tu promovule, themi, është një tjetër nivel kënaqësie për ta. Leon, folem pak a shumë për profesionin tënd në personalin tënd. Tash po du me kalu pak në përgjithësi për muzikën. Si e shet i rolin e muzikës sot? Muzika në përgjithësi gjatë ka pas një efekt pozitiv, ose ka pas një efekt negativ në varet për muzikës. Tash, për muzikë shqipe, kena shumë muzikat bukra, edhe që nuk ma mërmene që unë e kumë pa një farë trendi me ngu muzikë turqisht, arabisht, që nuk ka kur gjotë keqe, po unë e mënoj që nuk e di në fort vlerën muzikës shqipe që e kena, hiç s'pedalim a lërgë Gjakovës, që muzika qytetare gjakovare, ose popullore, kongë popullore, janë shumë të mira edhe kallëzojnë një histori caktune. Për shembull që tash Lulkuqja e Gjakovës që u bë trend, që ka kënaqur çdo lojë futbollit e çdo secili e ka si pjesë, që çdo sa na bojnë edhe neve me vlerë. Efekti në shoqëni është që normal që ka efekt pozitiv, që për shembull varet edhe konga, për shembull me efekt patriotik me pas, për shembull, na që ke loja Shqipni-Serbi, edhe këtë kong ka pas muzikë, edhe që muzikë na jep për shembull ndjenja pozitive, patriotike e. Elan, ty endi të pyeti për rolin e muzikës në shoqëri, po roli i shoqërisë në muzikë, si e percepton këtë pjesë? Tash si shoqëri na duam me qenë pak a shumë të kuptueshëm ku të vjen në përgjithësi te muzika, që çto ka mungon pak. Na jena ata që vendosim çka dëgjojmë.
po tash u bua kundër ta që tregi muzikor o ka na kallzon neve shka me ngu. Veç u ka qetë muzikë, po na du mu kone ata që du të mi selektu pak a shumë. Se ma se po thonë jo, muzika me tekste caktune, muzika që nuk duhen mu dëgju, edhe tash nësë që shoqni du të mi zgjedh pak a shumë që to muzika, janë plot artista që ti mund në shmingu në atë ditë dhe nuk ju marojnë kongë, kështu që kena lëramani të artistëve, ato që shtomu në Kosovë, kena fabrik për artista. Që më në mëndaj edhe për vendet jashtme që kanë shumë banore, që kanë shumë kulturë muzikore ma herët, ne jena super. Se kena shumë artista që këtë kohën je ka dalim edhe në skena ma të mdhaja, kështu që... Për vendit që jena shumë, që po thëtë Leoni shumë super me artistat që i kemi dhe talentat që i kemi. Po, e tash Leon, do më thonë tjetë se ke pjesën e talentave. Jeta jote edhe profesioni jëtë është mes Prishtinës edhe mes Gjakovës, pra në tingujt e pianos, në këto dy qytete ndoshta me persona të ndryshëm, por që është pjesa pianos, profesioni është i njëjtë. A ke arritur të shikosh, ku vlerëson ti se qëndrojnë talentët më shumë, ose ku ke parë që entuziazmi i fëmijëve është më i madh, mes Prishtinës apo mes Gjakovës? Tash në Gjakovën e normal që e kam një pjesë të zemrës pak më të madhe këtu. Prishtina është paka shumë vend më i madh se Gjakova dhe gjithmonë edhe më herët ju kon mundësit më të mëdha. Për shembull shkollën që kam unë tash në Prishtinë ka pas para 15 vite, 20 vite. Domethënë iniciativa jeme sot në Prishtinë u bë para 15-20 vjetë, kështu që Gjakova gjithmonë mi pas një vend ma special në zemrën time dhe fëmijët në Gjakovë paka shumë janë ma të rezervuar, ma ndryshe ne jena që shme thosë si qytet ma i vogël, edhe silemi ma ndryshe. Në Prishtinë është që këtë kohën janë kërkus, që këtë kohën janë fëmijët shumë ma ndryshe, edhe kush do që jetën në Prishtinë Gjakovë mundot mi vrejt këtë dalë. Prishtina për mu është metropol, një vend që për muzikë mund është mi gjetë vetën kada. Domethënë është selije këtë lojeve të muzikantave. Në Gjakovë kena pak ma shumë të kufizune, që ja e populërgji, ja e profesor, dy paltje. Atje mund është mi gjetë vetën paka shumë ma letë, edhe më konë t'i shka fort abstrakte, për shumë më konë metal, më ngu më konë ose rocker, ose jazz me po muzikë, e gjenë dikon që i pelqen që ja muzikë edhe lirësht mund është me kryu edhe grupe shumë ma letë, edhe mund është me bo shumë ma shumë projekte. Në Prishtinë që kjo është që nështë aki diversitet ma shumë. Tepër. Leon, a mund është me nga të regu tash se si i përballon emocionet kur je përballë skenës, kur je përballë një skenë të madhe me shikues shumë, si përballon, po besoj që ki emocione njëjtë si puna me fëmijë. Fillimi është pak zor, derisa ta merrat energjinë e ambientit, pak a shumë thënë që të intervistë më të mirë që në fillim ke pak problemi që shpjanis, njëtën ku është edhe në piano. Tash pak a shumë si pianist që më ka ra, në për evente jo që kam në farë emocioni, sa aty është ma shumë gëzim, po për shembull më konë koncerte recitalet mija personale, atër është ai fillimi për shembull që unë mundona mi qëtësu vetën. Dhe një më ka e nisi, ka dale, ullna, është një farë vonese në fillim dhe i so e nisi, po kur filloj, mas taj nuk e, munda me thonë që nuk e shosh ka kom për rreth, edhe koncentrona në punën tonë. Fix. Leon, atë ka ndodhë najherë në moment në ashtë mi pas pak ciklet shumë? Shumë. A mund është me nga të regu? Tash ajo sala që është, tash vjetë për vjetë si fëmi, do më thonë, pi klasës parë, dhe vetë trajtë shkollës mes, me gjitha vetë e kina po suplikative, ka një koncert klasës. Do më thonë, në konë shumë sa një mirë puna që mu hekë që kjo tuta që ti keme dalë në koncert për akrejtve, po sot që jënë konë shumë vetë, për shamë ku jënë konë në klasë parë, nështë jënë konë këtë prendet që aty në fëmive, edhe kërkush tjetër, do më thonë, nështë jënë konë 15 vetë këtë para publikes. Edhe gjatë që ato shkallë të jënë konë problematike, se që ato shkallë, për shumë pare se me hype në skenë, jenë paka shumë interesant, edhe të është ti nuk koncentrohesh në shkallë, se më mënë që kom ty qesin vetë dhe në binë, po të arron që ti dush me hype në binë vetë, edhe normal, jo me zonë thu, jo dishka, jo karrika me smeturatu, dhe sa rata, kështu që jo ne son kështu të ekstrem, po që si dvogle, adin që në ndodhë krejtve. Po besoj që këtu mbesin në mendja dhe të pasë e përvoja dhe pjesa shumë ma interesante. Mujnë me ndodhë dhe apet, si dijet. Po si dijet. Leon, ti e ceke që fillesat e tua të para, ndoshta dhe pasionit për muzikën ka filluar që nga familja jote. Po si e vlerëson ti rolin e familjes në ndjekjen e pasionit tënd, çfarë mbështetje kanë qenë ata për ty?
unë kom pas par kraje të nërë, edhe jam rrit me muzikë, u kon një frymë ndryshe. Agja jam është pianist dhe harmonikash, agjën tjetër kom klarinetist, saksofonist, edhe gjyshin e kom pas mandolinist, kështu që kom pas leramanit të instrumenteve, unë e paka shumë si agja i vogël, harmonika, piano, qaty, më ka pëlqy pak ma tepër dhe jam fokusu kaja onë, pret nuk i kom pas muzikanta po gjithë ju kon suportus, edhe me kohën, do me thonë, ju kon krejt kohën me mu që unë me mujt mi njek që të pasion temin. Edhe me një mosh shumë të rej, kun fillu me japë mësim që e kanë po që se që djale pas ka seriozisht, që ta nuk e pas ka adi veç për hobi ose diçka. Leon, me të vërtet është me fat kur ke edhe familjen krah. Po, që të mbështesin. Që të mbështet edhe që është me të vërtet ka një rol, lua një rol shumë të rëndësishëm familja. Leon, unë po besoj që gjatë këtyre viteve ti edhe ke kriju bashkëpunime të ndryshme me artistë të ndryshëm. A mundesh na veçu sot për podcastin e Rinia pak, cili ka qenë ndoshta bashkëpunimi më i mirë që ke kriju deri tani? Prapë them, tash prapë unë nisna me bashkëpunimin në Gjakov, që i na mundu mi bom Prishtinë, po apet na kthej në Gjakov. Është një djalë me një zo që s'kom fjellë me përshkru që fazoni, është Auron Deva, është super këngëtare, edhe që ta shukon në festival të këngës, që kismet shpresojmë që del edhe në Eurovision edhe vazhdan, veç me suksese. Auroni është një këngëtar që nuk kam fjellë që i meriton gjithat, edhe shumë shpesh më karon mi përcellën piano, edhe ka zo unik. Është bashkëpunimi jam ma që mbjenë në sy puna që nuk është prospekt që ngjihet, nuk është VIP, po ai gjithçysh është një yll që veç o ka shkon të zmadhu, edhe gjithçysh ai komu kon pjesë e stratës të madhe, shpesojmë, unë gjithë komu kon një suportusi i madhe i ti, qysh është ai suportusi i madhe i jemi, kështu që një bashkëpunim që munda mi cekun është Auroni. Veç po du më ndërlidh pak orë sa nëse më lejon, ti e cek edhe pak skenën e Eurovisionit. A kishe konsideru me qenë pjesë ndoshta me artisti në fjalë në Eurovision? Skena të mdoja. Hiç nuk kish pas problem, po unë piano ka që është instrument statik. Ti shakon violinist, ti shakon klarinetist, kisha mujt në përsall, në instrument, po unë jam statik, unë s'kam kashka, jam qatë vana dhe s'kam ka iki, edhe nuk është që atraktive Eurovisionia këtë kohën. Ngjyra, raketa, performanca, kërcimtar, edhe unë më konë me i qash me i piano, në bëja ato temë, po vizualisht nuk është, ka rol shumë të madh piano në kong, po vizualisht nuk është qaq tërheqëse. Leon, ti tregove pak për bashkëpunimet që të pyeti edhe Endi, por unë dua të pyes nëse keti ndonjë ëndër ose ndonjë dëshirë që dëshiron që ta realizosh në të ardhmen, qoftë në të ardhmen e afërt ose pas disa vitesh. Cila do t'ishte ajo nëse ke mundësi ta ndash për ne? Ëndër, për momentin, unë ëndrën teme e kom realizu kur e kom hap shkollën. Pse? Vetë si emën e ka Allegra. Allegra në gjuhë italiani me përkthy shqip është gëzimi pa përshkrueshëm. Që për një kohë gëzimi pa përshkrueshëm për mu, edhe unë mendoj që ëndra eme është çto që e kam, thjesht mi zhvillu ma tepër. Edhe unë paka shumë si qatë mentalitetin e Prishtinës, me që të shkollë ku mundu mi pru që gjithë artist, e ka një vang. Veç aki dishka të mi paraqit të fëmijë të rriturit ose të dishka qetër. Piktor, skulptor, dishka, ku me di dishka më konë, e ki vendin derën që e ki të objekti ku unë e pënej. Leon, profesioni që ke shpesh cilësohet si një rrugtim shpirtëror. Po besoj që ti gjatë këtyre viteve tu marrë me muzikë, ki mësu dhe diçka për veten përmes saj. Cili ka qenë mësimi jot? Kryefort. Që ja bëj ja tranona me një farë mënyrë që gjithçysh duhet më konë. E kena këtë paka shumë që pjesë tonë muzikante që gjithçka duhet më konë perfekte s'mund nuk më konë. Po na mundon që atë perfekcionizmin tonë mi gjetë, edhe pse sa ma lërgë perfektës, ka mu konë gjatë sa ma mirë, sa ma spontane, ka mu konë shumë ma mirë, si që kjo mu ma beti joni, ti shkoni skriptun krejt kohën, me ditë shka e ka folim, i shkon shumë artificiale dhe shumë ma mirë që e bojmë si mua bet, si në kafe me kjena, dhe e ka bojmë një mua bet qëtë,
njoftojmë një tjetrin. Po. Edhe kjo ka qenë edhe vetë të qëllimi prej fillimit të emisionit tonë kur kemi dashur me realizu që spontaniteti ndonjëherë është shumë më i mirë se sa gjërat që janë të planifikuara edhe të programuara me thonë në thonjza, sepse është ajo pjesa që mundohemi edhe i ndojmë shumë ndjesitë tona edhe më mirë në lidhje me profesionin, me pasionet të ndryshme, edhe me të gjithë ata mysafirë që ndoshta vinë në studion tonë këtu që janë pranë nesh. Leon, kujt i dedikohet muzika jote ose arti jot me një fjalë? Muzika jeme në këtë kohën mas pari si fëmijë, unë kam një vëlla të madh që gjatë vëllave i vogël ose fëmijë i vogël janë ngën të madhen që shko ka ngën muzikë, te ka bën për shembull këto këngë të hit që unë në atë kohë, edhe non stop unë në rrjedhat muzikës, edhe pse kum pas 5 vjeç unë këtë kohë kum gu muzikë edhe për shembull këto arktuset, po të njëjtën kohë edhe pi prindve kum gu këto muzikat popullore që kanë pasën qef ose muzikë shqipnisë, kështu që mu i dedikohet normal prindve me familjes teme edhe shoqënisë teme, kështu që së fundit ku të mbledhëm muzikantat edhe shoqëni që janë muzikanta, normal që ajo muzikë i dedikohet ambientit ose çasaj energjisë. Leon, dal nga dal kështu, po i afrohemi edhe fundit, unë po du me ta bëj një pyetje për fund, nëse ka dhe sa pastaj pse jo. Leon, a mundesh më dërgu sot nga podcasti Rinia një mesazh rinis që merren me muzikë? Mesazhi jam është, ja qëta shë momenti, ja kur së kohën. është një moment fort i mirë për çdo artist, jo veç muzikant, që ti mi kallëzu artin tënë, para se përmendëm edhe rrjetet sociale, që ta shu bo shumë letë me ranë sy, edhe ti mrena natës. A di që tojnë kjo suksesi që bot mrena natës, që ta shu bo shumë i ceken, puna që në stop mund është me marrë vëmendje, veç dush me ditë mënyrën qysh. Paka shumë, kujtja ka marrë mendje që një mësues i ri me një fëmijë bashkë mundet, për shembull me marrë vëmendje që pas ka pa edhe në rrjetet sociale, që veç është një farë mënyrë që njerëz tjerë me mujtë mi pa dhe me mendni diçka pozitivitet. So normal edhe në rrjetet sociale për shohim çka po shohim, kështu që mesazhi jam për çdo artist është që me bashkëpunu. Në Gjakove kena qëto problem. Lën, unë që thati që cekë edhe vetë mrena natës, që ndronë kjo nashta fjalla që e tojnë, që merë famë mrena natës ose bosh i njërë mrena natës. Po nuk di pse menoj që edhe pse bosh i famë shumë mrena natës, edhe mrena natës shumë shpejt nashta fama paka shumë të marën. Adin ma shpejt e ka atë marimin e vetë, e kur nashta për disa vite punën, për disa vite jenë s'kene, edhe mundosh, që atëherë nashta pak ma ka dalë bosh i famë shumë, po edhe ma shumë ki ko nashta me shfrytzu fame. Ki drejt, po paka shumë që kjo termi suksesi mrena natës është paka shumë si përfatësor. Se janë, para që se janë një 10-15 vjetë punë, po qaj fitili që dhezë, qaj fjaka, fillimi, është që të nimën tepër. Të nimën tepër për me dashti me vazhdu për shahun qatë profesion tonë, se vëmendi është që të është që shumica e ka kërkojmë. Muzika gjithmonë këtë kohën, edhe për shahun me qëto spotet shumë. Që shikusi me metu e këqyre ekranin e muzika kërka heq, po mesazhi jam për çdo muzikant të ri është me bashkëpunu, se gjenerat e më kom problemi që krejtina individualista. Se cili në për kolekte mje, për shumë muzikanta me thonë si individa, se cili o më i mirë se tjetëre, po të vje puna bashkëpunimit e kena problem shumë. Kështu që si fmi, bashkë une i shëdo grupin Rilindja, janë djemë të ri, qikere, që jënë bo bashkë, shoqnishi, nuk kanë prit kur gjohë, unë i kum pas, ata janë shumë atëri se unë, e kum pas që si fillim kanë bo muzikë bashkë edhe është shumë mirë edhe këtë kohën u kum përkraja ndrysha dhe për ta, ku kum pas që u ka marrin, ato që u ka meritojnë, unë jëmë gëzu shumë. Dhe i shala kina me pas shumë muzikanta që shtu si Rilindja, shumë muzikanta dhe individa që shtu si une, po me mujtë edhe se cili me mujtë mi pasat bashkëpunimin e vetë. Po, normal, se bashkimi bën fuqinë është edhe ajo teoria, le themi, ose fjala. Edhe Leon, unë po du, endi tha që për fund, po unë e kom edhe një pyetje për mi përfundu. Nëse do të kthehesh pas në kohë, nëse do t'ja dërgoje Leonit të vogël para 10 vitesh një mesazh për fillimin e pianos, për arritjen për pasionin e tij, edhe nëse do kthehesh pas duke parë edhe sukseset që ti tashmë vetë se po i zotron, cili do të ishte ai mesazh ndoshta që do t'ja drejtoje ti vetës tënde të vogël para 10 vitesh? Nashta se tash mi pas mante qtashit që thojnë atëherë ku me ditë që kisha bo, jo. Nashta kisha mujt mi gjetë njerëz të ma duhen njetë,
se puna që thash edhe më herët, ku takohesh me njerëz që nuk kanë ndihmu shumë ose e kundërta të kanë ngre mrapa, unë atëherë nuk më dit mi ik që aty në njerëzve, po fundit unë e qëtash për qëtash, kisha thonë t'i shka pas mante qëtashet atëherë, kisha mundu për shembull që si grupet vogla me shok me mundu me bum muzikanta se nuk kina pas pritshmëri. E qëtash o ndryshe, qëtash o një fëmis mu i mi thonë që mund është mu bo nes mas nes yll, që neve si fëmina kanë thonë, e ki për qefi që aty pianën, mund në ahu, hajtë ka da dalë, për gjë për kone e dëshira mrena. Po nuk u konë adin rrethi qëq excited, ose mu konë për ty që ti mund është me hecë për para, se për para u konë edhe ma ndryshe, që është e kundërta, ne jena konë ka 40-50 fëmi me i klasë, që ta shoka 5-10 mas shumë ti, të më thonë është një numër drastik që u ka merën fëmit me muzikë, puna që në kohë që më konë, unë thamë që se cili kina pas, edhe pse i na konë 50 i na konë ndryshe. Qështu? Qatë që më knaqëm me këtë bisedë, me këtë muhabet, sa që në ashtë edhe s'po du me mbaru heq. Vërtet, edhe besoj që kishim pas shumë e ma shumë me folë, po besoj që mu i mjalon radhën edhe herave tjera, edhe vjen Loni edhe nga tregon shumë për ndoshta sukseset e ndryshme, bashkëpunimet e ndryshme që i bën vazhdimisht edhe për punën e mrekullueshme, edhe unë besoj që kjo shpërndarja, po lidhemi përsëri, teknologjia po avancon edhe sa më shumë që të shpërndahen talent të ndryshëm në rrjetet sociale, aq më shumë gëzim, aq më shumë entuziast, edhe aq më shumë dëshirë ndoshta për ta ndjekur këtë profesion të ketë. Kështu që ty Lon shumë faleminderit që bën promovimin e talentëve të rinj dhe faleminderit që ishe pranë sot. Lon, faleminderit edhe nga unë, ishte kënaqësi me t'intervistu dhe me pa pse jo Lon Cane në 360 shkollet e tij. Faleminderit Lon shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ty Arsa, faleminderit edhe gjithë shikuesve që na kanë ndjek deri në këto momente në televizionin Syri Vizion. Podcast Rinia, ju le ta kem javën tjetër me një tjetër të ftuar të mrekullueshëm. Ashtu si sta Endi, ne do të takohemi javën tjetër. Mirëmbëjtje.